ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e gjeratave të rregullt të javore të ditës së Han, ku jemi me fjalët e Zotit dhe shpjegimin e këtyre fjalëve. Jemi në surën Ali Imran, e cila sure i ka zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 9 të Hijrit si tërësi. E pastaj nga kjo sure e madhe kemi marrë pjesën më të madhe të kësaj sure. Jemi tek ajetet 128, 129 dhe me radhë, ku do të ndalemi sot me lejen e Allahu subhanahu wa taala në vazhdimin e kësaj sureje. Fillimi i surës ka të bëjë me debat në mes muslimanëve apo islamit dhe atyre të cilët pretendojnë se Allahu subhanahu wa taala ka djalë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala i përmend muslimanëve një varg këshillash se si nuk duhet të përçahen e të coptohen, nga se kjo u adopson forcën. Pastaj ka sjell një shembull praktik nga luftrat e muslimanëve në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se si ajo dështoi edhe u humb betejë apo nuk u arrit, si do të çaquash, nuk u arrit fitoria. Dhe pastaj filloi Allahu subhanahu wa taala në një 60 ajete ta u mëson muslimanëve udhëzime, kritika, analiza pse ndodhi kjo. E ne sot me len Allahu te bareke ve teala do të vazhdojmë në këtë varg ajetesh. Prej të ajetin 121, 60 ajete, ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu an, e ka zbrit Allahu këtë varg ajetesh 60 për luftën e Uhudit. Çka ka ndodhur? Problemi i mosbindjes, pse dështoi, si kanë të emyt pejgamberin alayhi salatu wassalam, cilat ishin simptomat se cilat argumentojnë se kur të janë qëtu, kjo argumenton se ka një defekt, sikur që i ka simptomet gripi, ka simptomet edhe gjunahi, gabimi. Dhe pasaj Allahu subhanahu wa taala filloi me u tregu besimtarëve si fitohet lufta edhe si humbet lufta, cilat janë qëllimet e luftës dhe cilat janë agjendat të cilat kanë mundësi me u përdor kundër besimtarëve, dhe i vetëdison Allahu subhanahu wa taala muslimanët në këtë sure. Ne morëm një varg ajetesh, ku ajeti 127, 128, 129 i shpjeguam. Do t'i lexojmë tani që ta lidhim ligjëratën dhe pastaj me lejen Allahu te bareke ve teala vazhdojmë në ajetet e radhës. Thot Allahu te bareke ve teala: "Liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin." Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu e kputi një cop nga ata të cilët nuk kanë besuar dhe i bëri të dështojnë, apo të mërziten, apo të piklohen dhe të kthehen në shtëpinë e tyre të kapituluar dhe pa fitore. Lejse leke min al-amri shay. Allahu ja thot: ti o Muhammed, kur gjas ki dorën tane. Dhe kjo është tham në ligjëratën e kaluar, tauhidi hakikat, tauhidi praktik, jo tauhidi i sloganeve dhe teorive dhe germave, po tauhidi i ndodhis vet, i asaj që shijohet me gjak dhe me lëkur. Thot Allahu te bareke ve teala: au yatuba alejhim au yu'adhibahum. Thot: ti o Muhammed, nuk ki ndor a i dënon kundërshtarët e tu, apo u apranon pendimin. Së është puna jotja kjo. Fe innehum dhalimun, me gjithë se ata janë zullumqar tani për tani, duke të bë zullum tyje. Walillahi ma fis samawat wa ma fil ard. Çka ka në qiell edhe në tokë është Allahut. Andaj edhe bën çka doje. Fa'alun lima yurid. Allahu bën çfarë dëshiron, thot Allahu xhel xelalu. Mirë po, bën me urtësi. El Aziz El Hakim, ai i cili është i fortë dhe i urtë. Thot Allahu te bareke ve teala: wallahu ghafurur rahim. E Allahu subhanahu wa taala para kësaj yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, kanë do e fal, kanë do e donon, sepse Allahu është falës edhe i mëshirshëm. Deri këtu vëzër përfunduam në ligjëratën e fundit të tefsirit. Tani kush është duke përcjell me mushaf?
Leta përcjell prej ajetit 130 edhe ajetin 131 dhe 32. Ajetin 130, 31 dhe 32. Dhe nëse na mundson Allahu te bareke ve teala, do të vazhdojmë mandej. Vini re tani vëllezër. Tham 60 ajete, pita ajetin 121 do ta komentojnë dhe analizojnë dhe udhëzojnë, kritikojnë, vendosin rregulla, tregojnë smundje dhe kallzon shërime. Kretë kjo për luftën e Uhudit, kretë kjo për një betejë bëhet muhabeti. Mirë po Allahu subhanahu wa taala e merr si shembull luftën e Uhudit për të shëruar një varg probleme tjera. Nga se Kur'ani vëllezër, Kur'ani në çdo rast të gabimeve të muslimanëve, në atë gabim si shembull të e ka marrë për të shëruar dhe gabime tjera. Andaj tani vëllezër, për ta kuptuar këtë do ta shpjegojna me lenin Allahu te bareke ve teala. Shikoj vëllezër, tani jemi në koment lufte, jemi në koment të betejës, jemi në koment pse ka humb një luftë në krye të tyre Muhamedi alayhi salatu wassalam. Tani e gjejmë para se me u fut surja në debatin e palcës së betejës, ne e gjejmë krejt diçka tjetër duket se po flet. Andaj përcjellim me Musaf në ajetin 130 dhe mandej. Thot Allahu Gjelle Gjelalu: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kjo vëzër s'ka të bëjë me luftën drejt për drejt. Atar çka lip te vargu i ajeteve të luftës dhe komentit luftës. Thot Allahu subhanahu wa taala: O ju të cilët keni besuar, la ta'kulu ar-riba, mos e hani kamatën. A kamatën dhe zëmë ne kemi morë në surën Al-Baqara, alladhina ya'kuluna ar-riba. Në surën Al-Baqara kemi përfunduar ajetet e kamatës, kush e ka përcjell me mushaf, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Pastaj edhe ajeti se Allahu te bareke ve teala ka krahasuar mes yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu ul dhe ja humbë recetin kamatës dhe ja jep sadakajës. Pastaj i kemi urrejnë dhe ajet dhe detal, kush don me e pa çfarë lloji kamate kemi, sikur që kemi kamatën e shtimit edhe kamatën e vlerave. Për shembull, ti jap 100 euro, mi kthen 120. Kjo me ixhma e ndaluar, dhe s'ka këtu polemik. Pastaj kemi kamat ku shkëmbejnë dy mallra me njëjta, aty pa shtu kur gjë tjetër. Kjo vëzër është kamat. Për shembull, 1 kilogram molla me 1 kilogram tjera molla. Kjo është ndaluar. Kjo është ndaluar. Andaj Bilali radiallahu an, një ditë për ditëve ja sjell do hurma pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, edhe Bilali o kon fukara. Dhe kur ja bja të hurmat e mira pejgamberit alaihi salatu wassalam, edhe i thot, ku i ki morti këto hurma se ti s'kije këtë dërejgje, këtë status ekonomik? Atër i ka thonë Bilali, ja kam dhënë do hurmet vjetra, edhe i ka morë do të reja. I ka thonë pejgamberi, jo, kjo kamat. Jo, s'ban kështu, kjo kthe, se kjo kamat. Dhe kjo është shka quhet kamata e shkëmbimit të madhra. Për shembull, altan me altan, apo dorë në dorë, apo argjend me argjend, dorë në dorë. E nëse njeriu i shkëmben dy gjëra të njëjta, pa ndërhyjë me një artikull tjetër apo me një parë tjetër, kjo është lloji kamatës, megjithëse disa e kanë diskutuar. Mirë po, të dyjat janë kamat. Tani nuk kemi për shpjegu çka ka kamat. Këtu e kemi një meselë tjetër. Çfarë ka bë që në luftën e Uhudit me ardh ajeti, o ju musliman, mos e hani kamatën, ndërkohë që është duke analizuar betejën e Uhudit. Apo, sikur ti për shembull, ti tjetër kon e ki problemin, tjetër kon ta jap zgjidhjen. Kemi shembull Kur'anor në surën Al-Baqara. I kemi disa shembull. Kur e ka vrarë njëri prej bijve të Israilit axhën e vet dhe ka gjujt në udhë dhe se kanë ditë kush e vrasësi, kanë ardhur te Musa alayhis salam i kanë thënë, ne kemi një vrasje, s'e kush e ka vrarë. Edhe çfarë i ka thënë Musa alayhis salam? Ka thënë inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu ju urdhënon me e preni lop. Edhe ata s'e kanë lidh. Ka thënë na kena problem me një njeri që është i vdekт, se dim kush e ka vrarë, ki thot preni lop, s'e kanë zgjidh problemin. Mirë po, fundi i ngjarjes çka thot? Ha? Thot Allahu Gjelle Gjelalu, kedhalike yuhyi Allahu al-mauta. I ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu, fadribu bi ba'dha. Merrni çop lope, masi e kanë pre, menzi se e kanë pre, edhe e ka mshut vdekmi duka çu vdekti ka kallzu kush e ka vrarë. Pra, ndonjëherë vëzëna nuk mujna me lidh fillimin dhe epilogin e një urdhri,
pra fillimin dhe mbarimin, por nuk ban me ungut. E kemi rastin tjetër, ku Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, duke i shpjegue në 4 faqe Kur'an meselet e talakit, shkurorzimit, kurorzimit, çka i takon gruajës kur të martohet, kur të shkurorzohet, këto probleme, dhe ti e shef se Allahu subhanahu wa ta'ala para se me përfundue vargun e ajeteve, çka thot? Hafidhu ala salati was salawati was salati al-wusta. Runë namazin dhe namazin e mesëm. E pse ndërhin me namaz? Sepse këtë problemet vinë për qëti problemi. Ti se këtë zhitë këtë problem, andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, runë namazin, që të soju njerë, ka dale. Ti për shembull, kini problem me grujen, ki problem me familjen. Ki problem dhe zër, qëfar ban? Ti ban mës me pa. Allah thëtë, nalu, falu njerë, valë, që të soju njerë, që të soju, drejtoju Zotit, lutë Allahu në gjeli gjelalu. Pro largoj njerë perdët e nervozës, perdët e animit, perdët e epshit, perdët e të kanë mëstane, interesit tanë, rini herë me Zotin të bare kjo e tjala. Atër çfarë ndodh? Pasaj zgjidhja është e lehtë. Thot Bilali radhiyallahu an, pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, se herë që kishte një problem, thonte, thirrë ezanin, thirrë kametin falme. Pse? Sepse kjo ta zgjidh problemin vëllazër. E pakta që ta ban, ta çetson një truni ka dalën ja ka. Se ti nuk i të pa një herë. Andaj një herë pas i fshin syzat, i fshin sy të mirë se ka një pluhon, e pastaj thu, ai tash ka problem, edhe e zgjidh problemin me izin e Allahut. Njëjtë vëllazër kemi këtu. Edhe shembull të ndryshëm. Këtu kemi luftën e Uhudit. Allahu gjitha thot, o ju besimtar mos e hani kamatën. Çka është kamata vëllazër? Tham, riba, shtesë. Kur ti jap dikujt 10 euro, i thu kthemi 12. I jap 10 euro, i thu kthemi 15. Të prash 2 vjet, mi kthen 30. Kjo shtesa, pa hak. Apo. Tani vëllazër, këtu e kemi një patjetër një munasebe, i thënë përshtatshmëri. Pse ka ardhur ajeti kamatës luftën e Uhudit? Kanë thënë dietarët, sepse pasuria, parët, janë kanë problemi i humbjes së luftës. Parët. Çish e kanë humbur luftën? Ju kujtohet kur e përmend të lufta e Uhudit. Pejgamberi alayhis salam 50 shigjetar i ka vendosur të e vetmja vrim ka mundën me hije qafirat. I ka pas përpara kodrat, ky edhe një vrim që tu ka mbet. Kush e ka luftën, kush e ka në Medinë e di. Edhe është që ajo pjesa e shigjetarëve që ka quhet. Aty ka vënë 50 shigjetar. Që ndoshta nëse tenton me hi prej andej dikush, shigjetarët e gjujnë, pinart edhe ai son hi. Tu e hec muslimanët luftën, tu e fitue. Dhe çfarë ju thot pejgamberi alayhis salam? Shigjetarëve ju thot, edhe me na pa dekt mos lëvizni pa ju thon une. Edhe dek me pa krijen e muslimanëve, të e pa të e majt zogi, mos lëviz pa të thon une. Muslimanët i përparojnë fillim ditës të e mor luftën, duke i pa këta shigjetar, këta të tjerë, se këto po fitojnë, çfarë kanë thënë? El ghanime. Parët edhe ju doni me mor parë. Ganimetin, plaçkën e luftës, pjesa e mbetur e kapitalit nga lufta. Duke vrapu pas kësajna, e lirojnë venin. Kur e lirojnë venin, Khalid ibn Walidi vjen piçanera, ka qenë pagan atko, vjen pika kjo vrim, edhe ju kthehet musliman me prej prapa. Edhe atar kur e shohin ata pagan tu hikse erdh Khalidi knena, ata rizojnë musliman midis. Edhe gati e vrasin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kiçi kjo vëzë për çka është bë? Për atë fjalën, shko dhe ti merr parë se mete. Shko dhe ti merr parë se mete, çfarë ka ndodhur vëzë? Thot Allahu jalla jalalu, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Është syrat tjetër, por është i ngjajshëm. O ju musliman, mos e hani kamatën. Atë shtesën shka dashte me mor pa hak, ta hub një luft. Sikur që kemi thonë shpesh edhe zërë, se një numër i madh, mos themi krejt, po një numër i madh i probleme në botë vinë prej sistemit kamator, ku njerëzve ju hatë pasuria pa hak, punonin gratit tan jetën për me pagujt një diçka shka se ka qatë çmimin. Dush me pagujt një gotë 500 euro, një gotë 1000 euro. Pse? Se si ke morë me pagujt sa duhet, ke shkuj ke morë me kredit, me kamat. Dhe ti pastaj jetë pengja asaj tan jetën, sikur që janë njerëzit tan jetën. Po mos flasim për individa, janë komplet sisteme. Janë sisteme të cilat funksionojnë me këta. Andaj lufta do të humbën derisa muslimanët merren me kamat.
Andaj çka tha Allahu xhelala, ja ju alladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Mos e hani kamatën e cila fiton shtim mbi shtim, shumë fish. S'mundesh ti me morë diçka pa hak e ajo mos me të pru probleme. A kuptova vëllazër? Me fjalë të tjera vëllazër, kur ti han kamat apo shtesë, çfarë do haki që e merr? Të pa licencum, nuk ka e jotja ajo. Se ki fitu me njerës, nuk përket ajo tyje. Ti e ke morë një helm të shpia, a ta prish tash, apo mirë vëzën, se një njeri rreziko me hi me grip në shpi, familje me pas, babe, nan, e vlad me pas, a ki po kur ka grip, thënë, rri pak ma larg. Grip rri thot pak ma larg, mës në gjit neve. Para me në një njeri për shembull që i hanë me kamat, edhe e qënë në bark ata, e qënë stomakun e vetë, a i sa haki atina e. Kjo form, qëfar do loj monire që merët, është kamat. Sepse kamata është tërn i cili e përcakton cilësin e shtesës çdo sen. Ti çka do që merë shtesë? Ti nuk është kush njërë dhe unë shem kamatar, vëllai alhamdulillah kur s'ka morë pare me kamat. Në regull, nëse një kun e merë një tas qështu, sa joti ti shkon e merë, ti di sa jota, ti qështë e ke morë? Pa hak e ke morë. Andaj fjara zullumi përfshin këtë të gjëra. Fjara zullum, andaj shikon në surën e Al-Baqara, kush është me Musab mund ta përcjell, në surën e Al-Baqara kur e bën Allahu xhela komat, çfarë thot? Thot Allahu xhela xhelalu, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Nëse pendoheni pe kamatës, juve ju jet kapitali. Për shembull, nëse dikujt ja ke dhënë ti 100 euro, edhe ti prit me ti kthi 150. Në mbrana kohës, para se me ti kthie ai parë ti pendohesh. Çka i thua Tina? A i thut falshin kolshin? Jo, i thun vesh 100 vëlla. 100 i kam dhënë 100 mi kthen. Jam pendu pi asaj që merr me kamat, ama 100 janë të mia. Thot Allah, falakum ru'usu amwalikum. Po atë kapitali që ka dhënë merr, sa ajo është e jotja. Çka thot Allahu xhela xhelalu? La tadhlimuna wala tudhlamun. Këtë kthehet te zullumi. Ha? Andaj Allahu xhela shirkun e ka thujt zullum. Inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shirku është zullum i madh dhe më i madh. Mu për këtë arsye vëllazër, tani ne do ta shohim se si Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet ngjarjes dhe betejës së Uhudit, Allahu i shëron probleme të tjera të muslimanëve dhe këtë bëhet me besimin. Dhe do të vim tani te Allahu xhela i kërcënon besimtarët me u tut në zjarrit, a muslimanëve u fol, mu tut në zjarrit që i bëm hazër për qafira, ama muslimanëve u thot tutuni. Do të vim që me një ajetin 131. Andaj, për shtatshmëria vëllezër, në mes luftës së Uhudit dhe kamatës sila, se arsyeja për të cilën muslimanët e kanë humb luftën e Uhudit. Hajde me fjalë të tjera që ta kuptojnë më thjesht. A ka pas mesin e sahabëve bidatxhi? Jo. Esh'ari, Mu'tazili, Jahmi, Karrami, a ka pas? S'ka pas vëllezër. Këtë sahabi sunnit pastër, apo? Prapë kanë humb luftën. Allah e ka zbrit qurtimin. Dhe çka ju ka thënë? Andaj shpesh njerëz çka thonë, mendojnë se me kanë me hek këto bidatët, po që këto hiç kanë pas bidatët. Me hek këto bidatët na e disa mirë këtë dunjan e fitojna. Po ka morë vende hiç asnjë bidat se ban, hiç asnjë bidat se ban. Edhe prapë se prapë as nuk i nimojnë muslimanëve, as nuk e shtrin islamin, as nuk e përhapin islamin. Për çfarë arsye vëllezër? Se nuk është çështja te ai bidati i surës, i siretit, i pamjeve. Por është mesela vëllezër mu pas trupi mrena komplet me pas imanin dhe tauhidin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, gjak edhe shpirt. Shikoj se për një plazh të vogël, Allahu që ka thënë, la ta'kulu riba, mos e hani kamatën, se ta humb luftën. Ta humb luftën. A edhe nëse i je sahabe, a nëse i je sahabe. A edhe nëse i je sunnet i pastër, nëse i je sunnet i pastër. Dhe shumë e qartë është, këtu sahabit e pejgamberit alayhis salam, a mund me thonë dikush, e kanë bërë këto në i bidat mas e kanë humb luftën? Jo, kemi i gjmas. Sahabit nuk kanë pas bidate. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah thot, nuk dihet që në mesin sahabive të ketë pas bidate. Maksimumi që ka arpi sahabive është mës ta ketë dit një lloj sunetit, që ka që. Shumë se ka ditë që shtu e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama jo me e bo bidatin kështu kuptimin që risi aj e ban të e ditë se pejgamberi sallallahu nuk e ka bo qëta. Jo. Megjithatë o vëllezër, nuk është çështje me përmirësimin e përmirëson çtu në çaty në sunet. Jo vëllezër. Andaj ti i sheplet me njerëzve duken e kot sunetit, po zemrën e kot bidatit. Dhe kjo vëllezër një problematik tjetër e shumë për muslimanëve, edhe ndonjëherë edhe xhallarëve, kur mendojnë se e përmenim Imam Ahmedin, Sufjan al-Thaurin, thotë jena e suneti me besimin e akidës së selefus salih,
apo Selefi. O dhe Selefi akon veç lafe. Ahmedi a ka mujt veç me fjali, ka mujt cenat, a veç me parulla, a dhe zemra. Zemra dhe zem. Ne kemi vërnejnë shpesh, Imam Ahmedi dhe zem o kon njeri në bazë i mirë, pi mrena o kon i mirë. Ne kemi vërnejnë rasin kur ka ardhin prift me vizitu Imam Ahmedin. Dhe kur i kanë thonë njerëzit, çysh po shkon ti me vizitu, ai është hoxhi muslimanëve, ka thonë se di kur e shoqet njëri, e shoni njëri të mirë. E shoni njëri të mirë. E kanë vetë kanë thonë, a ja ban halal pushtetarit, ai i cili ka burgos. Ka thonë valla për mua s'kam qef me një xhenem. Para se ti të mendosh se Ahmedi është vetëm mjekër, edhe veç me bërtit, me klith, Ahmedi është zemër. Ahmedi është shpirt, është fisnik, është gjymer. Vjen për familjes së gjymer. Andaj shiko musliman të parë, vëllezër. Musliman të parë s'kan pas me probleme me bidate. Prapë ka hub luftën për të na treguar Allahu xhel xhelalu se nuk fitohet lufta me parulla, sado që të jenë pastërta ato. Po duhet mu pastru për një me muslimane. Thëtë Allahu xhel xhelalu, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Mos e hani kamatën me çfarë? Me shtime të mëdha, me shtesa të mëdha, wattaqullah, tutjuni Allahu. La'allakum tuflihun. Ndoshta shpëtoni te Zoti i Madh te bareke ve teala. Këtu vëzë kemi një varg mësime që sa do t'i përmendim me lenin Allahu te bareke ve teala. E para për të vëzë është se kamata nuk është problem sekundar, po është problem serios. Andaj edhe ka zbrit Allahu subhanahu wa taala si problem, apo si sebeb, apo si illet i cili është bo shkak me hub luftën e Uhudit. Jo veç ka vëzër, kur themi humbja luftës e Uhudit, keni parasysh që ati u konë të vra Muhammed a.s. Janë konë të emit njëri matë mirë fëtir tokës. Kur ta këthesh sebebe, ku ka njëzë? Në fillim ati, filën, adhe nënda, zana filën, ku ka njëzë problemi? Problemi ka njëzë të musliman ka thonë, bemi edhe mu parët, mësum le pa pare, që kaq? Andaj ti ishe plët sot problemet muslimanëve, ato dukën për jashtë tjera, në problem fun janë të parja. Të parja, o lezër. Kjo është fatkeqësi e madhe. Andaj ti i gjenë plot për muslimanëve, nuk mundën ti zbërthejnë gjërat deri në fund. Andaj Allahu xha na kthen. Andaj e kuptojmë nga kjo. Kamata s'o problem vëzër me thonë joni, po ave mos e më të madhe se pun kamate. Ta shkatron komplet arën, fushën që ka i punuar. Këtë me familje, me kretit ti shkatron. S'ka familje që merret me kamat tjetë rahat. E vdek to e vëzër. Allahu xha thot fa'dhanu bi harbin min Allah. Si mos talini kamatën, ta dini se në luftini me Allahin. A mund e fiton çat luftë vëzër? Ka thonë Mujahidi edhe Ibn Abbasi radhiyallahu an, ditën e kiametit Allah i kamatarve ja u jep ka një shpat, ja u gjum. A dhe thot hajde. Që me bëhaj miskini me Allahun xhel xhelalu. Andaj vëzër, ne nuk duhet shpeshher ta lipim problemin te armiqtë e muslimanëve. Keni bëtë, ato i kanë fajat. Ne na me laqët kur gjanë s'kena bo. Jo na kur gjanë. Vëzër ti se jeton islamin, s'da është pi kamatës, nuk da është pi zullumit, nuk da është pi gjunave. Edhe në funi ka armiku fajat ta. Nëse një njëri o vëzër ka kancer, runa zot, Allah i shërof të sëmunit e muslimanëve, po nëse një njëri ka kancer, edhe ti ki grip kje, shki kancer po ki grip, a mundet me thonë ki qka i grip post, me thonë, po ki ka kancer, po kjo nuk shnosh tije. Aj qka ka kancer, nuk e shnosh gripostin pëse haja me smuje matran. Jo, gripi, atë shka, bile mush me këtë mund është me dek për gripit. Andaj dhe kur dikush ka kufur, ka dalë këtë për fejo se sa musliman, kjo nuk shnosh tije. Kjo nuk të ban ti me thonë, po 6 miliard qafira na, isha Allah këna me pështu. Jo, nuk shpëtohet kështu. Pa i ba pun nuk shpëtohet. Te Allahu subhanahu wa taala nuk shkohet dhe zër me thonë, o zot, po këshik të e angon qafira. Leja to, ti kullun atihi yawm al-qiyamati farda, si cili kam i shku Zotit Allah xhelaluhu vet. Ti ke më shku për Allah subhanahu wa taala vet me veprat e tua. Sikur kur kush dunja nuk ka vetë, para më vesh ti dhe Zoti. A mund të thon, po janë kombe domat këçi. Leja ta, ti jena të vet. Ti çka ke bë? Ne do të të mot tyje. Por këtë arsye vëzë shiko Allah subhanahu wa taala në luftën e Uhudit e ban problem kamatën. Nja. Nëse do dikush po janë marrë muslimanët me kamat po. Nga se jehuditi kanë pas kujshi, dhe para se marrë islamit dhe zër, ata ish jo musliman që janë bo musliman,
Nuk i kanë lënë këtë punë për më një. Ka dal, kapi tëne që janë marrë me kamat. Po këtu është për qëllim nxitja mas pasurisë, zelli mas pasurisë. E para, e dyta dhe zërë. Shpesh herë, pasi që të dhamë, kamata e problem serios që e trajtojnë Kur'ani. Shpesh herë, atë shka nam nuk mund të zajmë të madhe, të Allah është e madhe. Apo? Dhe ti duhesh me trajtu problemin që ka trajtu Kur'ani, jo ti që shpëta mërmenja. Apo? Nëse problemi e vëzëron krije, edhe ti operimin e bën në kam, qa ke bo? Njëri thotë, banët e kama se ma letë, se i dhem të në krije. Unë të boj, mund mi bo këtë gishtet operaci, këtë kam të operaci, edhe durët, edhe se ka shëru problemin e vëzër. Andaj Kur'ani në mëson qëfar? Jo ajo që ka ju vend juve ma letë, po ajo që ka ha problem. Ajo që ka ha është problem. Po shemull vëzër, mere kështu, këto sahabi kanë dollë luft. Në luft kanë dollë, me pejgamberin alayhis salam. Nuk kanë dezertuar. Nuk ka ikë pi lufte. Po ka dashur të morë të pare, ingrati edhe ajt, ku ka kujtu që po jetë pa pare. Ta morë të plaçke lufte. Nuk kanë ikë pi pejgamberit alayhis salam. Domethënë ai ka kompetenca të mëdha. Ai janë musliman një, apo ndjekës i pejgamberit alayhis salam në çdo vështirësi, s'ka dezertu, megjithatë Allahu nuk ka amneston, me thonë, a di që njëri thot, çfarë pune ka bëu kia? Ki mosh ka dojnë të bëje. Kush tha më çashtu? Kush tha çashtu? Domethënë vëzër, Kur'ani na mëson çfarë? Pavarësisht në cilën vepër të madhe ije, smuje. Njëri më thon, a e keni bëu në Covid? Njëri 3 metra Covidi se vetke, hajde. 3 metra i ka thot, ani sa njëri ka thon, mos u bë hiç. Na vetë kena pa njerëz vëzër. Covidia, mas dijave thoshin, hajde s'ka deko xho. Për këtë arsye vëllezër, trupi i madh. Njëri më thon, "Ky çka ka bëu ata jetë nuk vlen kjo vëllezër. Smuje. Helmi o helm." Andaj Allahu ja thotë, "La ta'kulu riba." Mos e hani kamatën, se ju shkatron, wa hum betejat. Mos bani mas pasurisë pa kontroll, se wa hum betejat. Edhe sot vëllezër plot për muslimanëve, nëse nuk frenohen, nëse nuk e morin hakin e vet që i takon. Jo çka si takon. Ka me bë bela. Vëllezër, dikush thotë, "Ana gjunajin e vet." Po kjo 50 shigjetar, a e pësun veç ata, a krejt, edhe pejgamberi sa më këtë pësua. Gjunaj i njanit nuk o veç i atina, është i komplet shoqënisë, është i komplet shoqërisë. Njani e ban gjunaj, kejt e pagujna bashkë, mos haro. Nuk ka mundësi dikush me ban i gjunaj në udhe, veç se tatimi asaj i ven këtë musliman me barabar. Me kush nëse aj o konë komplet i shfajsum për asajna, që janë shumë në rastet ralla. Që ajë ta këtë tërheq vërheqen, ta këtë bëhe punën e vetë. Mirë po dhe zë këtu, pejgamberi alayhis salam, për shkak shigjetarëve, ju thinë dhëmt. A ju tha pejgamberi sa shigjetarëve, "Valla mos ketë ju, unë e kisha pas dhëmë në ven, ama ju ratë, unë i theva dhëmë." Jo, sa Allahu gjë e ka komentu këtë punë, Allahu gjë e ka udhëzu këtë punë. Lillahi ma fis samawat. I ka thënë pejgamberi sa lejse leke min al-amri shay. Aja o kanë shkruar me vetë dodhu, krimi muhabet. Mirë po mos e përsëritni. Ana vëzër, si mi di që e marrim nga kjo, cila është ajo që ka ti nuk e shja problem, apo të vjen vështirësi me shëru që ata, apo thumë më dhem me mjeku këtë punë, nuk ta shëron problemin. Edhe sot muslimanë vëzër, mendojnë muslimanët shumë sot, se po e shërun 1, 2, 3, a ki po thot, ndreqet i qëto 3-4 punë, edhe muslimanë kanë me fitue. Jo mërë, jo nuk ka qashtu. Sikur që bëndojnë plot për njerëzve, se me mi largu bidatët, na, heki qëtu të bidatët, muslimanë kanë më botë mirë. Kush ta mërë që ras konkret njerëzit pas një bidat. Mërë s'ka egzistu bidat, ja la sa shfaq dunja. Ushtë hum beteja, o hum beteja. Andaj humbjet e betejave, dhe kur musliman janë të dobet, hajde pa e marim konkretisht, as ka sot musliman pa bidat e minimum muslimanve nga za. As ka në shushri që s'ka bidat, ka sa dush që s'kan bidat. Pse? E pastaj normal vëllezër se njerëzit çuditën, pse dikush me bidate munohet me inimue çështën e muslimanëve. Sepse bidati është lloj i gjunahit. Lloj i gjunahit. Bidati është lloj i gjunahit. Ti be ban çka pejgamberi sa nuk e ka bëhe. Po kjo ti që si të bani bidat klasik, atë ban ti më të mirë te Allahu subhanahu wa taala. Jo, andaj problemet duhet prekën thelb. Jo ti më na shkaluni diçka të madhe, më mor me diçka e cila edhe ajo e madhe, po nuk e ka këtë barë. Apo, por shemë dhe zërë, ne i gjemë plot për muslimanëve sot, tamam ti e trajton një çështje,
thotë e ke lënë atë tjetrën. O, Islami është tërsi, jo dhe zërë, funksionon tërsi. Çka i bie funksionon tërsi? Për shembull, nëse flasën na për vlerën e namazit, a ka drejt njëri me thonë, po ama ku pe la agjërimin? Valla, po për namazin kanë të folë tash. Kur flasin për agjërimin, a është të drejt marrë me thonë, po ama ku pe la zeqatin? Po shtash për agjërimin e të folë. Edhe zeqati ka vendin e vet. Po tash jemi të folë për agjërimin. Kur flasmi për haxhin, njëri me thonë, po ama ku i të lanë ju për shembull një vepër tjetër të Islamit? More kjo tash jemi të folë për haxhin. Ti i gjen po të muslimanin këtë formë. Tamam ti të folë për shembull për namazin. Thot po ama tauhidi ku po jetë vëlla? Apo folti për tauhidin, ai po ama thot zullum, hajde për zullumin folni. O i nderuam, nuk mundet njëri për një herë me fol këtë temat. Shiko Kur'ani, fol gradualisht. Dhe tash kujna dhe zërat ju ati i thirr këto. Kujt ati thon, keni kujdes nga kamata muslimanëve, pa bidat, me tauhid, me iman, me islam, me pejgamberin alayhis salam, shoqëria më e mirë që ka thënë alayhis salam, brezi më i mirë o brezi jam. Ama shikoni çka i ka zbrit. Nëse këtyre ju ka thënë Allahu mos ni kamatën, mos ngani mas pareve, neve problemi shumë i thellë vëllazë. Nuk u çash leçish sikur që e gjejmë në çdo ditë njerëzit japin kanë një koment për çdo ngjarje. Ti s'mund të bëjmë ditë këtë vëlla. Çelët tema mjekësisë tak një fjalë. Çelët tema politikës tak një fjalë. Çelët tema imanit tak një fjalë. Çelët tema Kur'anit tak një fjalë. Çelët të tefsirit një fjalë. Çelët ai presidentin Kina gjë jap një fjalë kit tak koment. Ku bitive këtë vëlla? Këtë s'di kur gjë realisht, nuk mundet me ditë këtë vëllazër. A mundi me para mund njëri këtë di? Muhamedi alayhis salam çka komentou këtë gjëra? Çka komentou? Ka ardhur një njeri ka thonë, ja Rasulullah, a mundesh me më kallzu cili vena më i keq në botë? Nuk e di, ka thonë. Po nuk e di më. Nuk e di. Pastaj ka ardhur Xhibraili piçilli vëllazër. Sa i pejgamberi, do të më ia dhon javabin. Ka ardhur Xhibraili piçilli ka thonë, thirra atë njeri dhe një kallzoi. Veni më i keq në tokë pazari. Edhe veni më i mirë në tokë xhamia. Do njerëz nuk din me thonë, valla unë qëta se di. Nuk e di jo valla. S'ka marrë çështje që nuk leje në çështje pa komentu. Leje çta pa komentu. Leje një për hir të Zotit pa komentu se na dhunove trunin Allah. Nuk mundet të ketë me ditë. Ka ulema e ka studiuar një çështje, apo një çështje. Dhe me çata mirët. Ka studiuar tefsirin me çata mirët. Nuk banë vëzë dikush me thonë, po ama te hadithin ku pele. O valla po tefsirin me kam studiuar. Tefsirin çta mirëna. Dikush e ka studiuar për shembull një trajtim të fejes. Ai mirët me çata. Andaj vëzër, duhet shërohen problemet që ti ku e kanë venin. E jo të imagjinohen probleme pastaj dukemi sikur jemi të bëu diçka realitet, veç e ha kohën edhe në han vakt. Realisht kur gjo problem nuk zgjidh. Tjetra vëzër, çfarë i bie? Çfarë kanë premtimeve në këtë meselë? Se Allahu subhanahu wa taala vëzër, na mëson se kamata, shtesa, ngrënja pa hak e gjërave nuk është çështje individi. E njëri çto pas ka ngajt. Jo. Allahu të rregjë vëmendën që kjo mos bëhet rend, mënyrë jete, organizim, qeverisin këtë formë. Atëherë bëhet krizë. Sikur që na kena mri këtë mesele. Kur të bëhet më kamata mesele rendi, mesele qeverisje, mesele organizimi mënyrës se si jetojnë njerëzit, atëherë që kjo ka me e shkatru njerëzimin. Dhe kjo është duke e shkatruar. Andaj na tregon Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, në këtë ajet, edhe ajetet e tjera, se nuk bashkohet dëshira për mbarsinë e njerëzimit me sistemin kamator. S'ka mundsi. Me fjalë të tjera, nuk mundet dikush që don mua hangër hakin njerëzve në pasuri, i njëjti me pretendu se na po dojna njerëzimin me çuka e mbara. Që me thënë, ja ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa. Kjo vëzër është bë pasinim. Para menon me synim. Do më thonë, këta nuk kanë shku mas pasurijës që ta bojnë sistem ata. Jo, ka qenë rast, moment. Apo, po para më zërë kur bojnë sistem kjo, ti nuk mund është me lëviz pa këta. Qëta të cilët punojnë me kamat dhe kanë vendosë organizimin e vendeve me kamat, pra vetë rendi është me kamat, a mund që të mja dasht mirë njerëzimit? A mund? Me fjallë të tjera dhe zërë. Nëse një njëri ta ka shpu një pjesë trupit edhe ta thith gjakin, atu ta thith, e njëni thot, shumë ndoki mua, a ma e ka mosh, a gje kofa atu mush.
Dakikat janë kur ti hec. O dhe paramendoj njerëzimin i trup të madh. Edhe këto shkamorin kanë vënu rend sistem me kamat. Këto e kanë vënu gjilbanat, injekcionet njerëzve, edhe veç i thithin, apo. A ka rahmet ati? A ka mëshirë ati? A ka ndihmë ati? A ka dëshirë për të me të një muë? Jo. 1 dinar me mungue. 100.000 problemet i qëtë. Apo, për këtë arsye vëllezër, Allahu që na mëson neve se një sistem zullumi s'mund t'i ofron njerëzimit çfarë? S'mund t'i ofron njerëzimit dritë, s'mund t'i ofron njerëzimit zgjidhje për problemeve. Andaj sot vëllezër e gjejmë se xhahileti zaventohet me xhahiliet tjetër. Xhahil me xhahil, ignorant me ignorant, ama nuk mund të zgjidh problem. Se vetë mënyra e të punuarit është mbi çkelmën e njerit. Andaj ti shep se pse nuk zgjidhet problemi i dunjës? Sepse ata që të ofrojnë zgjidhje, ata janë pjesë e problemit. A janë pjesë e problemit. Nuk mundet ty për shembull me merr kështu vëllazër. Njëri ti ka ti borx disa pasuri, ka hangër hak. Edhe vjen thot, a donë ti me të kallzu të shtëpia, çishë mas mirë ti me jetu. Çfarë dush me thonë njëri mes, çfarë thotë? Jo vëlla. Ti një herë kthemi mu pardhun e vetë drejtë punën time. E të tash një kuptoj këto sistemi, rendi. Çka duhen me thonë këto kamatartë? Të cilët e kanë vendosur me ligj, me çizme, me diktat këtë punë. Çka do të thonë? Ai do me të shkel ti, thot, apo mungon se unë të kallzoj çka më mirë të meditohet. Ti nuk mundesh me kallzoj më mirë të shpjetohet. Ti të më shkel mua. Mu për këtë arsye vëllazër, nga kjo kuptojmë çfarë? Se nëse nuk e rregullon besimtari çështjen e hakeve dhe zullumeve, mos me hangër pa drejtën dhe me hangër veç ata që e hak, sidomos se bëhet kjo sistem. Kjo nëse bëhet sistem, edhe bëhet rend, edhe bëhet e lidhshme, atëherë musliman vëllazër, çfarë? Kanë me pësu edhe shumë betej pas beteje. Tjetra vëllazër, për mësime të kësaj ngjarje çfarë argumenton vëllazër, është se disa prej gjërave, edhe pse duken të vogla, prej prishjeve të moralit apo prej pangopsive, kanë mundësi me e prish një shtet, një betej, një shoqëri, edhe me shkaktu viktima të shumta. Argument është se dëshira pak me mor pasuri më tepër se i takon këtyre njerëzve në këtë shigjetar që ka ndodhur, ka shkaktuar. Dhe kjo mund quhet domethënë një lloj pangopsie që e kanë shpreh ata. Me që Allahu xhela e ka fal. Mirë pa, ka pas pasoja po. Pasoja shoqërore po. E kanë hub luftën. Edhe i kanë çu kryet, pastaj pagant. Ka dhënë gjëna shumë. E kanë vrarë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe sa kanë kuptuar se kanë vrarë. Pastaj ka ra moralit e musliman, e hupëm luftën. E kështu më radhë. Tjetra, kjo ka pas pasoja në ekonomi. Kanë qukrije jehudit. Këto pimuj ka si cëlli bërë. Andaj, mas luftës e Uhudit, të parë që kanë lakmu me i luftu musliman, jakon jehudit. Kur qafirat, pa fe, pa as një fe, pagan, i mujtën, në me fe, në e ndjek në Musajnë a.s. E kështu më radhë, kanë shpresue me e fituar në ma shumë Muhammed a.s. Tjetra, viktima në njerës. Janë vra 70 sahabi në luftën e Uhudit. Dhe kitë kjo dhe çfarë ka ndodhë? Se ka ndodhë një lloj gabimi të cilën e kanë bëhe muslimanët. Gjithashtu vëllezër, prej mësimeve që i kanë nxjerrë dietarët në në kontekst është se Kur'ani i shëron gjithmonë problemet duke i kthinë në boshtë. Qysh në boshtë? Boshtë i cili o vëllezër, adhurimi i Zotit, bindja ndaj Zotit. Andaj do ta shohim na më vonë, që është duke përcjellë me Kur'an në surën Ali Imran, Allahu subhanahu wa taala do t'i çorton besimtarët ku tham strumbullari, është ajeti 152. Thot Allahu te bareke wa taala hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum ajeti 152. Thot Allahu te bareke wa taala ju derisa dështuat e humbët luftën dhe u përçat në çështjen a më shku me mor parët ajo dhe nuk dëgjuat. Vini rëvëzë. Nuk dëgjuat Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Masi që Allahu u nxjerrim pa atë çka e donit ju. Minkum me yuridu dunya. Pi juve ka që e dështën dunjan, wa minkum me yuridu al-akhirah, e dikush pi juve ka dasht
ahiretin. Kthehemi te baza. Kur'ani vëllezër kur i shëron problemet, si i shëron? I kthem bazë. I kthem bazë. Baza e besimit në Allahun, cila është baza e besimit? Dëgjueshmëria, bindja. A mundesh të më thon, unë i besoj Allahut, i graj me temën. Ti mund të më thon, po nuk është bindja ndaj Zotit te bareke ve teala. Andaj palca e imanit të tauhidit, cila është bindja. Bindja, ç'ka është trumbullari? Ç'ka është trumbullari? Një lëvizje të vogël në raport me këtë pozicion ku Allahu ta ka kërkuar, qoftë me milimetra, i ka pasojat e veta. Apo, kjo i ka pasojat e veta. Por shembull, vëllezër, ti morëm me shembull. Kemi në dunja gjëra të cilat pak me lëviz shkaktojnë probleme të mëdha. Merë veturën tënde, çka e kije? Apo ai që e drejton veturën e di, fëmia e kipa thot, bëma pak të lëvizi, sa jam është kur çon lëvizje të vogël. Po më ti thu, i në 3 kursi, tu vozit me kera ka 120, apo edhe para çka se di, por fëmijën çka thot, bëre pak luj. Ama ai çka di çka thot, jo po mi copa, një lëvizje të vogël. Kjo në vetur, me i pak manalt të treni, me i pak manalt të aeroplan, një lëviz njëri thot, me i unë për shembull, ti edhe unë që sina pilota, edhe më joni shtyp që tu ku të munësh. Unë ku ta shif vlen në oqean. Vëzër, këto në milimetra të vogla mi lëviz dallashit të gjithçka. Para më në vëzër besimtari është i kërkuar prej anës Allahu subhanahu wa taala, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Bindju Allah dhe bindju pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo vëzër, në milimetra mu lëviz, çado që ti e lëviz, ajo ta bepasojnë më një herë. Andaj Allahu xhelalu këtë problemet muslimanëve ka këtë strumbullari. Ku e patët problemin? Ku e patët problemin? A asajtum, pse nuk e ngut? Pse nuk e dëgjuat pejgamberin alayhi salatu wassalam? A ditë kur dëgjuat fitut në Bedër. Laqad nasarakumullahu bi Bedrin. Allah ju ka nimun Bedër. Pse? Se e ngut pejgamberin alayhi salatu wassalam. Këtu nuk e ngut, e humbët. Kret jeta është kështu vëllazër. Ti shka dush fol. Dhe këtu do të vim pasaj të mësimi tjetër. Sa Allahu nuk i komenton lafët, i komenton punët. Gjenjetin një ajet, ka Allahu gjelola, i komenton fjallët. Ja, veprat. Andaj ditë në kiametit, matën veprat. Vepra është ajo që ka e përcakton lafi jot, a on gjenaze, a me jetë. Kallë shumë lafe, mi mledhë vëzër në dunja musliman sa folin. Asë një fmi nga zasën e pështon. Në këtë folna, këtë folë musliman, në adhimën shumë. Ama asë një lëvizë se ke bo. Mu për këtë arsye vëzër, Allahu subhanahu wa taala e bjen strëmbullar, në boshtë. Që kjo ma baza? Baza mi u bind Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Islami është mi u bind Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe në qato milimetra që ka lëviz për kësaj bindje, ta turbullon jetën Zoti i Madh te bareke ve teala. Sidomos ti që ke deklaruar se unë i bindem Allahu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ti i numërum për këtë në shkangojnë. Para me në mos mengue. Ti je i numërum për atë në shkangojnë. Andaj Allahu subhanahu wa taala pse ne i tregon neve Ibrahimin alayhi salatu wassalam ngjarje të shumta. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allahu jalla tha Ibrahimit nënshtrohu. Aslima, a keni bën thot udhërzo. Kjo udhërzo vëllazër, çka thuaj ti unë e baj? Allahu jalla thot tha Ibrahimi aslamtu li rabbil alamin, jam ndërzuar Zotit të botrave. O dhe që tash aslamtu Islamit tauhidi Zotit xhelal xhelal. A është laf? A është dëgjueshmëri? Jo rastisht Allahu jalla na tregon neve në Kur'an, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk. I tha djalit vet Ismailit, o djali jam të pa në ëndër me therr. Çto është tash tauhidi vëllazër? Qala ifal ma tu'mar. Tha bane çka po thot Allahu xhel xhelalu. Andaj kur e tregon Allahu subhan laqad saddaqta ar-ru'ya ya Ibrahim, o Ibrahim, ti e çove në vend çka duhet. Çka është tauhidi vëllazër? Çka është tauhidi? Çka imani është kur ti mes epshit tan dhe urdhit Zotit thu epshit larg beresta. Çka është tauhidi? Tauhidin ti nuk e kallzon Facebook, po në punën tënde ku ja gjet, te tezga jote, te dyqani jot. Çati në moment ku thu, çto 100 euro të mia janë. Ato janë tuat. Ç'a ti bëti? Ç'a ti bë? Mu për këtë arsye vëllazër, Allahu xha çka i thot muslimanëve. Rregulloni një herë dëgjueshmërinë ndaj Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj rregullohet kjo punë. Binduni Allahut, Allah ju nimon. Andaj
krejt luftrat dhe betejat musliman u ka fituar Zoti madh te bareke ve teala. Wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama. Ti s'ke gjujt kur ke gjujt me zall, por Allahu e ka çu zallin deri te sytë e tyre. Andaj strumbullari në këtë meselave e cila është rregullimi i besimit Zotin e madh te bareke ve teala. Jo i germave, gjithmonë vini re kësaj meselave zërë. Se njerëzit po mendojnë se nëse i mësojnë përmendsh germat e islamit dhe imanit dhe tauhidit, ata kanë me pështu të Zotit e bareke ve teala. Jo, derisa ti nënshtrohesh Zotit çdo të vogël dhe të madhe, atëherë aty shka fol, ai nuk ka më rëndësi ajo. Aty kundërshtari çka i thuti, nuk ka më rëndësi ajo. Tjetra. Premtimi vëzën në këtë ajet, thot Allahu te bareke ve teala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tutjuni Allahu ndoshta do të shpëtoni. Patjetër vëzë besimtarë me vendos mes ti dhe zjarrit të xhenemit takvallokin, se përndryshe s'u shpëton. Mes ti edhe xhenemit me vendos takvallok. Andaj thot Allahu xhelalu ala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tutjuni Allahu subhanahu wa taala nëse doni me shpëtuar. Kjo vëzë wattaqullaha çfarë është? Tutjuni Allahu, por me vepër konkrete. Me vepër konkrete. Andaj mini herajetin 132, 31, çka thot Allahu te bareke ve teala, wattaqun nar. Urunu pi zjarmit. Urunu për zjarmit. Allati uiddat lil kafirin. I cili zjarr është bo hazër për qafirat. Është bo hazër për qafirat. Wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. Dhe kjo ajet është shumë e çuditshme. Allahu gjeri thot muslimanëve, tutuni pi zarmit, që e këna bo hazër për qafirat. Po se aty ju fol qafirave, e në të fol muslimanëve. Apo, e në të fol muslimanëve. E të në vëzër kjo është një mësim tjetër nga Allahu subhanahu wa ta'ala, se muslimanit nuk i bën fajde lafi nëse s'ka vepra. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala i komenton fjalët, jo veprat. Jo veprat. Allahu Gjelle Gjelaluhu neve në ka të reguar në Kur'an, në të regon Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, se disa prej muslimanëve në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam i kanë thënë Muhamedit alayhi salatu wassalam, ne dëshirojmë me luftu në Uhud, se s'na ka mundsuar qadar Allahu Gjela me luftu në Bedër. S'na ka mundsuar me luftu në Bedër. Mirë po, çka ka ndodhur? Qa ka ndodhë? Allahu ja u mundëson me luftun në Uhud dhe dështojnë luftën. Cëllën u a komenton Zoti? Allahfin a veprën? Veprën. Veprën. Walaqad kuntum tamannawna al-maut. Ju Allah thot, ju keni tash, e keni shpreh me vdek në Uhud. Ama s'ka ndodhë qashtu. Se majtët fjallën. Pra, nuk është fjallë e lëshuar, pa jo vepra që ka e ma, i jep kuptim fjallës. Edhe njerë dhe zërë, ti e shlën fjallën, vepra ta ma. Vepra ta ma. Nëse nër nuk i vënon shtyllë me vepër, fjalla be dhe gjuhët ba në va. Ma e keqja, bësh palaqo. A dhe dhe zërë, duhet dhe besimtari, ti tutët Zotit me vepra, jo me lafe. Jo me lafe, thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, ittaqun nar, tut ju një zjarit, i cili është bogati për qafirat. Pse ju thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, tut ju një zjarmit, i cili është bo hazër për qafirat? Këtu sen qafira. Qka i ka bo qafira? Mos dëgjimi i Zotit. Apo? Qka i ka bo qafiri me thonë, pësa në qafir? Se nuk e ngonë Allahu Gjelle Gjelalu. Mirë, nëse një qafir nuk e ngonë Allahu subhanahu wa ta'ala, në bazë, hinë gjenem. Nëse një musliman se ngon për diçka tjetër, X dhe Y mesele, Zotin e madh te bareke, ku i xheneta? Te Allahu dhe zër, nuk ka, po unë jam kanë, unë pit mirë jam kanë. O çaj të thon, nuk ka më rëndësi. Vepra. A kupton dhe zër? Qafiri është bo qafir, se ka ngu Zotin. Po nëse një musliman nuk e ngon Zotin në një mesele, edhe pse musliman ju ka bind në bazë, që kjo mos bindja në që këtë mesele, ku e qëtë? Ademi a.s. është musliman, është i pari njërzimit, edhe është pejgamber. A ka pas drejt mi thonë Zotit, pse unë më pësue hangë më në një pe me të ndalume, me dalë për gjenetit? Jo.
Sepse te Zoti i Madh te bareke ve teala, një mosdëgjueshmëri ka koston e vet. Ka koston e vet. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala musliman, "Wattaqun nar", tutjuni zjarrit. E çka ka vëllezër lidhje tutja e zjarrit xhenemit me luftën e Uhudit? Çka ka lidhje? Tash amun që bën vëllezër një komandant i muslimanëve, masi kanë hub musliman luftën, edhe i mbledh tash për mi fol atyre dhe me diskutue, edhe ju thot kështu: ju si patët tut Allahu xhelel xhelalu sa duhet, edhe nuk urrëtet për xhenemit. E kjo strategji luftës çka ka të bëjë? Çka ka të bëjë me strategji luftës që shigjetarët e kanë shluar vendin e shigjetave? Ka lidhje vëllezër. Se me pas mbizotru tuta pi zjarrit, edhe friga pi zjarrit, edhe dëgjimi i Zotit te bareke në zemrat e atyre, e kishte shtyp dëshirën me shku mas plaçkës. Fakti që friga pi zjarrit o kon ma e dopt, edhe kanë bën njerëz të gjumë mas parës, e kanë liru vendin me hije qafirat dhe me shpërtallu musliman. A kuptove? Kur ti nuk ki presion pi xhenemit, mos të hinë xhenem, atër bon shumë e le gjunaj. Pse bojnë vëzër njerëzit gjuna? Pse bojnë njerëzit gjuna? Me dit aj se kur e kapi që këtë gotë, mini herë më gjejë këtë dorë, a e kap? Jo. Pa e di që nuk, aj me dunja e ka matematikat. Me dit njeri që mas gjithë zinaj e ka zarë, a e pan zinaj e na? Me dit që mi thonë që shtu dhe zë një njerit, mi a kallë një zarë të madhë, një furë të madhe të nxehtësijës, edhe mi a pru femnën më të mirë në dunja. Apo? Edhe mi thonë, që kuan kjo femna? Si ta prekësh që atin furë stina. Kush e prekë, dhe zë? Po me të arbe 8 miliard njësë me thonë, shire sa e mirë, am kire furën. Po, kje e mirë, ma dhe furë e nëzët. Po, andaj, sa ma shumë që njëri e shë furën, e shë zarmin, dhe frigotës me hi, jazbe këta, jazbe. Njëri ju të vëzër, njëri ju është që si komponent. Varsi qëfar forë se mbizotron të haj, ashtë edhe vepron. Kur mbizotron të kënjëri ju vëzër, prej brenda, friga prej xhenemit, e ban mos me pa parë. Që ti ka parë? Jo, po xhenemi shumë i keqo, shumë i rana. Çka i thot Allahu xhela? Wattaqul nar. Tu zarmit. Po kjo është e shishta ma zarmit të tju. Mi u tu zarmit se ban ke gjuna. Andaj ti ishe vëllezër se çdo njeri shka ban gjuna si tu të zarmit. Si tu të zarmit. Ai mund më ju tu. Në çat punë shka e ban të mirë, ju tu të zarmit. Çat punë shka se ban si tu të zarmit. Dhe në këta vëzë du të me madhë besimtari. Jo me lafe këtë kanë merak me në gjenet. Andaj Allahu ja shpesher Kur'an ju dhe të muslimane, em hasib të mëndet të khullu lë gjenne, jo a që shtu i këni ba logari me në gjeneta. Jo deri sa së provoheni. Jo derisa të të venë Allahu gjelet të tabere furën edhe epshin, takshire cëllës për jep të i përparsi. E lusë mi Zotin e madhë që Allah të imbu zemra tona të vëqëmëri, që ti tut mi vëzër gjenem, se s'ka e gare me gjenem. S'ka e gare me gjenem. Thëtë Allahu të bareke ve teala, uiddet lil kafirin, është bërë për qafirat. Qka është këtë vëzër është bërë për qafirat? Në bazë gjenemi është për qafirat, për atët sët e mohojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, me vetë të dije, pasi ju ka ardhë e vërteta. Apo, pra e mohojnë Zotin të bareke ve teala, apo nuk i besojnë Zotin Gjellë Gjellalu, apo i bën shirkë Allahu subhanahu wa teala, qofë në rububien e tina, qofë në emratësit e tina, qofë në adhurimin e tina. Që dhe ndolloj, që e ban me vetë dije, apo të plot, a i logaritet për qafirave. Ky njeri në bazë, për këta është përgatit gjenemi. A hinë aty edhe të tjerë prej besimtarëve, hinë në bazë të gjunaheve. Që i kanë ba, nëse Zotin e Madh te bareke ve teala nuk i falë. Lusim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allahu xhall mos na bën asnjëherë të hinë në xhenem me rahmetin dhe mëshirën e tina. Pastaj në ajetin 132 thot Allahu subhanahu wa taala wa ati'u Allaha war rasula la'allakum turhamun. Thot Allahu te bareke ve teala, binduni Allahut dhe të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Ndoshta do të mëshiroheni. Që i bije çfarë vëllazër? Se rahmeti dhe mëshira dhe ndihma e Zotit, cila është pi mëshirës Allahu subhanahu wa taala. Krejt këto janë të lidhta me bindjen ndaj Zotit. As nuk ta jep se e ki emrin qështu. As nuk ta jep emrin qoftë me e ki Abdullah, Abdurrahman, Hasan, Husein, Ahmed, qish do kof që e ki emrin. Nuk ta marë parasysh Allahu subhanahu wa taala. Apo tjetra, nuk të marë parasysh cëllën përkacije. Këtë unë jam për muslimanëve. Nuk ta marë a e zavetën grupi shpëtum, a e li sunnet, a gjemat. Ati e Allah,
bindju Allahu xhelel xhelal. A mundet dikush vëllazër, a mundet dikush me të bind tyje me teshat e një profesioni kur ti e di se ai nuk është i tillë, me thon, vëllai pa vesh teshat sigurisht u ka bë. Jo. Edhe nëse i vesh çobani teshat e doktorit, s'bëhet doktor, apo as doktori nëse i merr delë s'bëhet çoban, as inxhinieri nëse i vesh teshat e hoxhës nuk bëhet hoxh, as hoxha nëse i vesh teshat e doktorit s'bëhet doktor, asnjëri. Teshat jesin tesha, ti je ti. O ati'u Allah wa Rasul, bindjuni Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nga cili do vend që vjen, nga cila do përkatësi që i e, cilën do gjuhë që e flet, bindju Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse doni mi u zbrit mëshira vëzër është qfar? Andaj ta shprike kanë boni studim vëzër, se muslimanët po dalin njerëzit më të lumtur në botë. Allah na bëj atyre dunja në ahiret. Me çka bëhet vëzër kjo? Me çka bëhet? Me bindjen ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me bindjen sa më shumë që ti i bindesh Zotit, i bindesh pejgamberit alayhi salatu, me takatin tan, me mundësitë tua. Zoti nuk klipa çka s'ke mundësi me e bë. Ama çka ke mundësi me bë bane. Nëse ti mundesh me dal në xhami me fal sabah në xhami, që ta kush do të dal për çta me bë? Ti kurse ta sengon, pe më ardhish ka më e vështirë, ti sengon hiç. Ti çka i tumuj? Nëse mundesh me dhon 100 dinar, si ti dhon? Po ti më bën 1 milion, ti më bën 1 milion, po thu ti kam 5 milion. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ana vëzër, rahmeti, mëshira është e lidhur për bindju Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Atë vëzër këtu ka edhe një varg mësimesh, të cilat i kanë nxjerr dietarët, mirë po kohën ka mbaruar. Andaj na lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala mos ta bën nga ata të cilët janë rebel ndaj Zotit, po të na bën për atyre që i bindën Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu të fut dashuri për Zotin dhe për pejgamberin alayhi salatu wasalam në zemrat tona. Na mundson Allahu që ta duam Kur'anin, ta duam hadithin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson që të udhëzohemi me këtë Kur'an, të ndriçohemi me këtë Kur'an, ta gjejmë rrugën e xhenetit nëpërmjet këtij Kur'ani. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson të bëjmë për të devotshmeve, për atyre të cilët e respektojnë Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam në farzat që i ka bëu Allahu xhelel xhelalu. E lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ati ku ja kemi qëlluar, Allahu ta shpërblen, e ati ku kemi gabuar, ajo është prej neve dhe prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.